ne duhet ta kuptojmë mirë edhe ti kuptojmë mirë edhe agnostikët. Arsye se konfrontimi I tyre ka qenë me kishën. Edhe nuk ka qenë me fenë krishtere. Po edhe ka qenë me autoritetin e popës dhe me këtë sistemin kishtar. Me këtë sistemin kishtar. Po ju me vetë fenë. Jo me doktrinën. Jo me doktrinën. Edhe ne e dim që gjatë historisë ka pas njerëz të tillë brenda sistemit të cilët ka thënë unë besoj pa arsye se mendoj që është e pakuptimt. Po është e pakuptim. Nëse është diçka pa kuptim, atëherë besoj se është e vërtetë. Po nuk mund të ta kuptimsosh thot besimin. Dhe agnostikët e kanë pas këtë konfrontim pra. Ku njerëzit kanë pretenduar se diçka nëse është irracionale mund të jetë e vërteta. Ju jam të cilën ne e definojmë vërtetën me ligjet e mendjes. Po është e pakuptim pa të besoj. Nëse shikojmë në këtë mundësi, në këtë kontekst, pra ata nuk e kanë pas konfrontimin edhe me mësimet e Islamit. Sikur pa atë s'ka dalë nga brenda mendimit apo funksionimit të aty ku fiku ka mendu, ku është zhvillu mendimi Islam agnostikët. Pa arsye se konfrontimi do të zhvillohej në një fushë tjetër, në një mënyrë tjetër, jo ashtu siç është zhvillu. Dhe pretendimi I tyre në një farë formë ku e shikon atë rrjedhën historike nuk është edhe I padrejtë. Mirë po, nëse krahasojmë me mendimin Islam, atë del që është me të vërtetë larg. Pa arsye se konceptet që I përdor Islami për trajtimin e të vërtetës, atëherë vren që asnjëherë nuk ja hub mundësinë njeriu që nëpërmjet eksperiencës tij ta gjejë Zotin. Të feja kështira nuk e kemi ta. Dhe për këtë arsye janë ma gjeps me librin e Ibn Tufailit ku e kanë përkthyer në gjuhën latine, gjuhën angleze. Pastaj se ato tregohet historia e njeriu si arrinte e vërteta pa pas nevojë të ndërmjetësimit të dikujt. Po Islami vazhdimisht e ka thënë, nuk mund ta njohësh pa shpallje. Nuk mund ta njohësh Zotin ashtu siç është, që të meriton të njihet pa pas pejgamber, sipas mendimit Islam. Mirë po, asnjëherë nuk mbyllet dera e gjetjes së fuqisë së Zotit, dhe gjetjes vërtetës. Njeriu në çdo formë, në çdo kohë, në çdo moment është I aftë ta gjejë Zotin. Gjë që nuk e kanë njoft fe tjera. Pa pas autoritetin ndërmjetësues.